Kjo është edhe për paranë e tjetrit, edhe për gruan e tjetrit, për gjithçka, po. Po, të falenderoj shumë se ma bëre të jetë nga këtu. Pra, një nga 10 urdhërimet e Biblës është ti nuk do dëshirosh thot gruan e tjetrit, shtëpinë e tjetrit, kaun e tjetrit, kau në këtë rast është makina e tjetrit, mjetet e punës që neve kemi në përdorim, ora, kucët, gjithçka që ne kemi. Pra ka disa konvencione në dimensionin shpirtëror dhe moral, sepse nëse bota do të ishte pa këto konvencione, atëre lakmia njerëzore do ishte pa cak, pa fund, pa kufi. Kështu Zoti vendos disa konvencione, disa tabele, ndalim kalimi, ndalim qëndrimi, sepse në fund ditës synimi është për ta bërë njeriu më të mirë, për ta ndihmuar njeriu të kulturalizojë vlera dhe virtyt, jo për ta çuar njeriu tek gjendja e tij natyrore, pa Zot, pa shtet, pa ligje, pa rregulla, pa një rend moral. Kthehemi tani ke çështja e madhe e mëkatit. Jezusi thot, nëse thot në dhjetën e vjetër, në dhjetën e beslidhen me Mojsiun, i referohet një kohë për 1450 vite më parë. Ju është thënë thot që po të shkelësh kurorën, atëherë thot ke bërë mëkat. Unë po ju them, thot Krishti, nëse ti e dëshiron thot gruan e tjetrit në zemrën tënde, atëherë ti thot ti ke rënë shtrat me të, ke bërë tradhti bashkëtorë me të. Do thonë fizikja nuk ka shumë rëndësi. Mjafton që ty të shkon mendja për të shkuar me gruan e tjetrit. Jo, tari për kufizoj. Fizikja ka shumë rëndësi. Jo nuk ka shumë rëndësi. Fizikja ka shumë rëndësi. Qofse ai e dëshiron gruan e tjetrit, por nuk arrin dot të shkojë me atë gruan e tjetrit, ai quhet mëkat? Standardi i mësimit të Jezusit është më i lartë se sa standardi i njërit apo disa prej 10 urdhërimeve të Mojsiut. Pra nëse quhet mëkat në dhjetën e vjetër të Biblës që ti po të shkoje me gruan e tjetrit bëj mëkat. Krishti thot ti po ta dëshirosh gruan e tjetrit tu thot, edhe askush të shef. Po ne harrojmë Zotin që na shef, që na shikon. Atëherë thot ti ke rënë në mëkat. Dhe të dëshirosh gruan e tjetrit, domethënë në një thelb në këtë dimensionin shpirtëror. Jezusi na jep një mësim tjetër të madh, thot bëjini të mirë pemën që prej saj të merrni fryte të mira. Është metafora e thelbit të jetës tonë.